Nuk ka lidhje fare sepse Luizi kishte edhe maturi, kishte edhe formim tjetër profesional, ishte me background më të gjerë se sa i Gjestit, më i formuar, domethënë më i kujdesshëm në disa pika. Gjesti është ai djali çapkën, siç kemi qenë gjithë 24 vjeç që luan me nervat dhe me shkon në limitet e nervave të njerëzve. Nuk mendoj që duhen krahasuar. Luizi është unik në llojin e tij dhe Gjesi është unik në llojin e tij. Mendoj që është e pavend ky krahasimi sepse edhe Big Brother si Luizit nuk besoj që vjen më. Ishte një ndër Big Brother që solli shikueshmëri pafund dhe riktheu edhe një herë publikun para ekranit. Mbaj mend edicionin kur ka qenë Big Brother i Luizit, rrugët e Tiranës ishin komplet të boshatisura. Un kam pas një klub aso kohë dhe momentet që kishim prime, domethënë e kaluam të shtunën fillum duke bë të enjte, e kuptoj, fillum duke hap të enjte dhe të premte lokalin sepse të shtunën nuk ishte fare njerëz, domethënë shikoj që te klubet dhe që te lokalet, domethënë është një ndryshim totalisht tjetër. Gjesi ka një fanbase komplet mosh tjetër dhe Luizi ka një fanbase komplet mosh tjetër. Kështu që nuk më duket e vënë që të krahasohen me njëri tjetrin. Ta thash, Luizi është unik në llojin e tij dhe Gjesi është unik në llojin e tij.